Përshëndetje, nderuar zonja Lola Shehi. Ne si gjimnaz Konstantin Kristoforidi, kemi pjesë të një projekti Gjuha që më thuri emrin. Ju si njeri i letrave dhe i artit, ne kemi menduar t'ju bëjmë disa pyetje rreth gjuhës që më thuri emrin. Faleminderit, shpresoj të jem në lartësinë e duhur. Atëherë po fillojmë me pyetjen e parë. Çfarë do të thotë nga këndvështrimi gjuhësor shprehja gjuha që më thuri emrin? Nga këndvështrimi gjuhësor, do të thotë që emri nuk është një element krejt i rastësishëm. Emri është rrjedhoi e një sistemi tingulli ku bëhen bashkë tre komponentë: tingulli, kuptimi dhe simbolet. Që do të thotë, emri nuk është thjesht një fjalë. Gjuha amtare, gjuha shqipe, i jep atij dhe një kuptim shumë të madh, i jep një domethënie dhe emri në fakt njerëzit mendojnë se është e vërtetë që emri vendoset për rastësi atë ditë që ke lindur, por nuk është i rastësishëm, sepse emri të jep dinjitetin, është simbol që të lidh ty me kohën kur të është vendosur ky emër, me kulturën, me traditat e vendit dhe të gjuhës që ta ka thurur këtë emër. Gjuha amtare i jep emocion, i jep tjetër bukuri emrit tënd. Si ndikon gjuha shqipe në krijimin dhe kuptimin e emrave personal? Pyetje e bukur kjo. Jemi të gjithë dëshmitar që emrat që janë shqip, pra të që janë të thurur dhe të ndërthurur nga gjuha shqipe, kanë lidhje shumë me krahinat, me natyrën, me fenomenet, me toponimet që ka disa që kanë emrat e zonës ku kanë lindur. Patjetër që ka lidhje, është e padiskutueshme. Shqipja ka forcë të veçantë krijuese, sepse emrat shqip janë më melodios. Ndoshta e themi ne sepse është gjuha jonë. Këtë ndoshta e thot çdo komb në emrin që e ka në gjuhën e vet. Sepse ne jemi dëshmitar të gjithë që emrat i lind nga natyra. Fakti për shembull ne kemi emër Pranvera. Është sina e pranverës që ka vënë emrin Pranvera. Nga fenomenet natyrore, për shembull nga trupat qiellor, për shembull siç është ylli. Dhe ne kemi emrin Yllka. Kemi emra shumë të bukur, kemi emrat nga malet tona, mali Korabit, kemi emër Drin nga lumenjt. Pra, është patjetër që është e lidhur, ndikon gjuha shqipe në krijimin dhe kuptimin e emrave personal. A mund të thuhet se çdo emër mbart një histori gjuhësore? Patjetër. Patjetër që mbart një histori gjuhësore. Kjo mund të jetë fare dukshme, pra që ka lidhje direkte, çdo njeri e kupton që ky emër mbart një histori, por ka edhe në mënyrë jo të fshehur, të themi, por që duhet të thellohesh për ta kuptuar që ky emër mbart një histori më vete. Çdo emër ka historinë e vet në fakt, të kohës kur u zgjodh, të gjuhës që e formoi dhe të njerëzve që e ka shqiptuar për herë të parë. Emri është kujtesë e gjallë, është e shkruar jo vetëm në libra, është një gjë e shkruar pas zë, sepse e tham që në fillim që emri është një sistem e para tingulli, simboli dhe kuptimi. Çfarë tregojnë emrat shqiptar për kulturën dhe traditat tona? Emrat shqiptar janë të lidhur fort, siç tham, së pari me natyrën, të lidhur me familjen, të lidhur me besën, të lidhur me nderin dhe me shpresën. Besoj tërë këto elemente që përmenda të sjellin në mendje emra që u korrespondojnë këtyre simboleve, këtyre metaforave, të themi, që unë përdora. Emrat shqiptar tregojnë një popull që ka jetuar në lidhje të ngushtë me tokën, me natyrën, me ndjenjat e forta njerëzore, sepse shqiptari flet për besë, për dashuri, për dritë dhe për qëndrueshmëri. Pra, emrat janë një pasqyrë e shpirtit tonë kolektiv. Natyrisht, në emri personal, kalojmë tek pasqyrimi dhe kuptimi që ato marrin në kolektiv. Sa rëndësi ka kuptimi i emrit
në identitetin e një personi. Emri një njeriu ka rëndësi jo vetëm simbolike, po edhe psikologjike. Sepse aty nis prezantimi i parë, kur ti thua emrin. E thua me një farë krenarie, kur e di se nga vjen emri jot, çfarë përfaqëson, çfarë simbolizon. Emri shpesh bëhet piknisje për ndërtimin e vetdijes personale. Në duket shumë e thjeshtë, po ka një kuptim shumë të madh. Ndikon në mënyrë jo të drejtë për drejtë, në mënyrë të heshtur por të thellë, kuptimi i emrit tënd. Ndikon tek ti. Ashtu si ndikon tek ti, ndikon në momentin që ti prezantohesh. Kur e di se çfarë do të thotë emri yt, ndihesh më e lidhur me veten, ndihesh më e lidhur me rrënjët e tua. Si lidhet tingulli i një emri me bukurinë dhe melodinë e gjuhës? Tingulli i një emri lidhet shumë me fonetikën e gjuhës, sepse dhe vetë gërmat kanë tingull, kanë melodi. Dhe bashkimi i gërmave që formon emrin, patjetër që janë melodios. Emrat shqip kanë rrjedhshmëri, kanë tekst të butë, kanë harmoni zanore. Nuk gatrohesh kur e shqipton një emër shqip. Dhe ky lloj harmonie i bën ata emra shumë të natyrshëm. Bukuria e një emri shpesh ndihet përpara se të kuptohet. Ti thjesht e dëgjon atë emrin, të duket i bukur dhe më pas i futesh analizës se nga e ka prejardhjen ky emër. Çdo të thotë çfarë simbolizon ky emër. Shqipja është një gjuhë me ritëm dhe ngjyrë, gjuha shqipe është e bukur. Ka melodi dhe patjetër që tingulli që ka çdo zanore, çdo emër i gjuhës shqipe ka muzikë brenda vetes. Ka emra që të prekin që në shqiptim, para se ti mendosh se nga vijnë këto emra. A janë emrat një pasqyrë e kohës në të cilën lind një fëmijë? Natyrisht. Kjo është e padiskutueshme, që emrat janë pasqyrë e kohës kur ke lindur dhe kur ke jetuar. Reflektojnë realitetin shoqëror, prirjet kulturore, ndikimet mediatike apo historike të një periudhe të caktuar. Gjithë jemi dëshmitar që kur dikush prezantohet me emrin pa e parë atë personi, po të themi në radio, po të gjërë një intervistë, themi, ky duhet jetë brezi i kësaj periudhe. Sepse patjetër që emrat kanë lidhje me kohën, me frymën e kohës që ekzistonte, me politikat që zhvilloheshin, sepse në Shqipëri ne kemi edhe sistemet që kanë ndërhyrë edhe deri tek sistemet politike në Shqipëri kanë ndërhyrë edhe deri tek vendosja e emrave. Por ama kemi emra që një emër është shenjë shprese, që mund të jetë shpresim, ka emra në formën e frikrave dhe ëndrave të një epoke. Dhe kështu thjesht fare ne tek emrat lexojmë historinë e heshtur të brezave. Shumë e vërtetë. Si kanë ndikuar ndryshimet shoqërore dhe kulturore në zgjedhjen e emrave sot? Patjetër, ndryshimet kulturore dhe shoqërore kanë ndikuar thellësisht. Lëvizja e popullsisë deri në vite më përpara, themi 30-40, Shqipëria ishte një vend i mbyllur dhe 95, po them, përqind e emrave ishin emra shqiptar, emra të trashëguar që vinin nga historiku i familjes, ndërsa me lëvizjen e popullsisë, me emigrimin, u erdhën emra të huaj, të themi. Kështu që patjetër që ndikon. A mendoni se emrat shqip po zvendësohen me emra të huaj? Çfarë mund të humbasim nga kjo? I pas kam paraprirë me përgjigjen time tek pyetja tjetër. U bë një fenomen goxha i zakonshëm, nëse vite më parë dëgjonim një emër të huaj, rëndom, ndoshta nga ndonjë prind që kishte studiuar jashtë dhe ndikuar nga ambienti ku ka studiuar, nga shoqëria që ka frekuentuar, i vinte fëmijës një emër të huaj. Kohët e fundit u bë trend, u bë një gjë e zakonshme që vinin emra të huaj. Kjo e dëmton gjuhën shqipe, por mendoj dhe jo thjesht e mendoj unë që janë rikthyer. Por shikojmë tani emra që po i rikthehen emrit shqip, emrave
që kanë lidhje atë që thamë me natyrën, patjetër, me traditën, me kulturën, me identitetin e kombit shqiptar, me simbolet me prejardhjen e emrit. Patjetër, të gjitha bashkë, domethënë, është. Pra, përfundimisht ka ndikuar shumë lëvizja e popullsisë jashtë kufive që ka sjellë emrat e huaj. Por më vjen mirë që është rikthyer në një masë të konsiderueshme. Ka gjuha në ruajtjen e identitetit përmes emrit. Po ta dëgjosh kështu në kuptimin e parë, mendon që kjo është një pyetje e përsëritur. Nuk është pyetje e përsëritur, sepse nuk e kemi thënë akoma që emri që të rritet është gur themeli i identitetit tënd. Dhe në që gur themeli përveç emrit tënd dhe identitetit tënd është edhe kombi që identifikon. Është dhe gjuha jote, sepse nëse do ta eliminosh një komb, eliminoj gjuhën. Në qoftë se nuk ruhet gjuha, ai komb është i marrë fund. Dhe prandaj ai projekti juaj mua më intrigoi. Gjuha që më thirrë emrin, gjuha që më aturi, gjuha që më shkroi emrin, sepse janë brenda shumë element. Ne po ju përgjigjemi shkurt, disa përgjigje sa më të koncentruara, po për të flasësh për rëndësinë që ka gjuha në emrin e njeriut dhe në formimin dhe forcimin e identitetit të tij, nuk mjaftojnë javë të tëra. A mund të quhet emri një poezi e vogël e gjuhës dhe pse? Këtu të kemi prekur nga marë. Emri është vërtet një poezi. Është një poezi e pashkruar, por që ka aq shumë melodi. Sepse edhe vetë poezia është melodi. Patjetër që është poezi emri. Është një poezi që ty nuk e ke krijuar ti. Ta kanë bërë dhurat ata që të kanë vendosur emrin. Dhe ti e shijon këtë poezi gjatë jetës kur ti prezanton veten tënde. Çfarë mesazhi do t'u jepni të rinjve për vlerën e emrit dhe gjuhës shqipe? Të rinjve, ashtu sikurse shpesh në intervistat e mia, kur më thon çfarë mesazhi do t'i jepni të rinjve lidhur me poezinë apo me krijimtarin, në rastin e emrit do t'ju them, ruajeni fort emrin tuaj, mbajeni pastër emrin tuaj, sepse emri është ai që u jep identitetin. U jep identitetin tuaj, të brezave që keni ardhur, të trashëgimtarëve që do lini të fëmijëve tuaj nesër, sepse nëse humbin ato simbolikat, ato komponentët që formojnë emrin, ajo simfonia e bukur, kuptimi dhe simboli që lidhen me të, ai nuk e përfaqëson dot më identitetin e tij. Besoj se intervistës tonë po i vjen fundi. Atëherë nga një pyetje të fundit për ju, për poete, shkrimtare dhe njeri letrave, ju keni dhe një zanat financier. Atëherë do të bëja edhe një pyetje në lidhje me këtë, se ç'lidhje ka financa me gjuhën shqipe? Kjo është pyetje që më kanë ndjekur hap pas hapi në të gjitha daljet e mia. Sepse shumica e lexuesve apo auditorëve ku kam marrë pjesë, kanë menduar që unë kam studiuar letërsi, se jam pjesë e fushës së gjuhësisë. Dhe kur u kam thënë financierit, në mënyrë të pavëdijshme ju ka lindur kjo pyetje. Kështu që me këtë pyetje jam mësuar tashmë. Unë them që ka një lidhje shumë të madhe, sepse ta nisim te poezia, sepse ashtu e kam nisur unë si poete, pastaj kam kaluar në prozë. Poezia, flasim për atë poezinë klasike, ku ka vargje, rrokje, fjalë, që ka një rregull të caktuar brenda. Nuk mund të shkruash një varg me 4 rroksh dhe tjetrin me 16 rroksh. Ose të paktën shuma e rrokjeve të 2 vargjeve të para duhet jetë e barabartë me të tretin dhe të katërtin. Ja që ka lidhje me shifrat, me numrat, dhe unë jam partizane dhe luvroj më shumë atë poezinë e rimuar. Unë jam autore e poezisë e rimuar. Dhe ndoshta këtu ka ndikuar profesioni. Ju falenderoj pa mas. Faleminderit shumë. Ju falenderit juve që më bët pjesë të projektit tuaj. Faleminderit. Besoj intervista nga në ju e mëroj, unë jam e gatshme edhe nëse keni pyetje të tjera. Më duhet ju falenderoj
që ishit sot mysafire në shtëpinë time. Dhe këta janë librat e mi ose siç e quajmë në shkrimtarët, fëmijët e mi, realisht, nëse fëmijë human, kam bërë 2 vajza, kështu kam 10 fëmijë dhe nëse më pyet këdo më shumë nuk e di se cilin dua. Atëherë me poezinë ne jemi mikesha në rrjetet sociale dhe patjetër që ti e ke lexuar sepse poezia shijohet dhe hidhet në rrjetet sociale. Unë po t'jap një monografi e letrarizuar, Rrugëtimi me familjen Osmani nga Kuki, është pjesa tjetër e trupit të Shqipërisë, është shkruar në Bjeshkët e Dragashit në Kosovë, por një veprimtar dhe jo vetëm. Do me thënë, në këtë familje është vajzë, gruaja e kryetarit të parë të Shqipërisë etnike, Ymer Prizreni. Dhe sa Shqipëria që ne dëshirojmë dhe sot. Ju falenderoj pamas. Faleminderit. Ti erdhe këtu dhe di që kishe informacionin që unë kam shkruar poezi ose kam shkruar libra. Edhe unë e di një sekret shumë e nderuar. Edhe unë e di një sekret të vogël, po s'po e zbuloj. E lëm për më vonë. E lëm për më vonë. Atëherë ky është libri im i parë. Wow. Unë jam e nderuar, domethënë të kem një libër në shtëpinë time. Libri i parë dhe mendova që ai do ishte i pari dhe i fundit, sepse kështu mendojnë të gjithë ata që shkruajnë për herë të parë. Është shumë e vërtetë. Dhe unë, duke qenë që mendova, kjo ishte një ndërthirrtare e viteve të mia, sepse unë kam ardhur në botim një moshë në vjeshtën e vonë, them unë. Vendosa që t'i shkruaj të gjitha dashurive. Dhe prandaj titullova Rrugëtimi mes dashurive, se thash ky do jetë libri i parë dhe i fundit le të mbetet një kujtim. Dhe në kopertinë kam vajzën time. Sa gjë e bukur. Kam kuptuar duke pasur vajzën aty. Pastaj e theva betimin dhe erdhën dhe të tjerë në jetë. Edhe me libra ndosi me fëmijët. Shumë